Arsyeja ose faktori kryesor pse unë i kom refuzu krejt ato oferta milionçe me përfaqësu Kosovën është toni. Nuk është njeri që flet për patriotizëm, po veprat e tina janë vepra patriotike. Me vepra kemi bo ndoshta për Kosovën ma shumë se sa politika ka mujt edhe mundet me bo. Kemi hap dyrë që politika edhe sot s'mundet me i hap. Një ndërto ndoshta është edhe flamuri i Kosovës në Rusi që është ngrit. Nëse e kishe përshkru një tjetrin me ka një fjallë, cila e shkon ajo? Patriot. Qysh? Patriot. Opa, okej. Arsyeja pse thash për tonin patriot, kështu me e përmbledh. Krejt njerëz të diskutojnë që Majlina Kelmendi ka refuzu milionat për me vetë në Kosovë. Dhe arsyeja ose faktori kryesor pse unë i kom refuzu krejt ato oferta milionçe me përfaqësu Kosovën është toni. Kështu që gjatë karrierës teme secila fjalë e tonit o kona min për mu. Kështu që arsyeja pse Majlinda është në Kosovë edhe pse Kosova i ka gjitha këto suksese ose medalje olimpike është driton kuka. Nuk është njeri që flet për patriotizëm dhe shet patriotizëm, po veprat e tina janë vepra patriotike. Kështu që unë jam me fat që jam rrit afër një njerit si toni, edhe që ndoshta pa fjalë, por me vepra kemi bo ndoshta për Kosovën ma shumë se sa politika ka mujt edhe mundet me bo. Kemi hap dyrë që politika edhe sot s'mundet me i hap. Dhe një ndërto ndoshta është edhe flamuri i Kosovës në Rusi që është ngrit edhe ka qenë dhe vazhdon tjetë moment historik për Kosovën. Kështu që shumë ndodhi, shumë ngjarje e vepra gjatë karrierës teme që ka ndodhë, janë krejt fol driton kukës. Kështu që qysh me përfundu ma mirë. Nuk besoj që t'ka lefdu në herë në kush ma shumë se sa Majlina. Së është lavdot, kjo është veç real. Të në krejt vërteta. Kështu që shumë falenderoj për juve dhe një herë e miru takofshim. Faleminderit.